Ju Arda Alko, 18 vjeçaria nga Cëriku, ka zgjedhur që në ditën ndërkombëtare të gruas të vijë me një film me metrazh të shkurtër, i cili ka në fokus tradhtinë dhe dhunën ndaj grave dhe vajzave. 18 vjeçaria modele, edhe pse shumë e re, nisur nga eksperiencat e saj personale, ka zgjedhur që nëpërmjet kësaj iniciative të jap një mesazh të qartë për gratë dhe vajzat që të mos jenë pre e dhunës dhe bullizmit. Kam hasur gjatë rrugtimit tim në këtë fushë pikërisht para gjykime, bullizëm, nga shpeshherë më kanë thënë që je një vajzë, nga ju mund të shërbeni vetëm si objekt bukurie. Ne duam që të jemi bashkë për të treguar që forca dhe zëri ynë duhet të dëgjohet kudo, ne jemi forca e shoqërisë. Iniciativës së saj janë bashkuar edhe njerëz të njohur të artit, siç është Miss Rose, e cila ka guxuar që nga muzikante të shkruajë një skenar filmi me metrazh të shkurtër dhe njëkohësisht të interpretojë në film rolin e një gruaje të tradhtuar që vetë flijohet. Mesazhi është stop dhunës dhe ta ngrejmë zërin, kjo është më e rëndësishme për të thënë, ta ngrejmë zërin në momentin që shikojmë gabimet ose padrejtësitë e para, që ato të mos akumulohen dhe të bëhen shumë gjatë rrugtimit, aq sa ti të heqësh dorë edhe nga jeta jote. Afroviti Gusho, aktiviste e mbrojtjes së të drejtave të grave në Pogradec prej më shumë se 15 vitesh, shprehet entuziaste që mesazhe të tilla vijnë tashmë jo vetëm nga gratë, por edhe nga të rinjt me artin e tyre. Vajzat kanë mundësi të mendojnë dhe që tani të shikojnë se si e duan të ardhmen e tyre, si e duan shoqërinë, prandaj duhet të luftojnë së bashku. Më vjen shumë mirë që në këtë ditë të rinj të bëhen bashkë, edhe të frymëzuar nga kjo vajzë e re që e ka gjetur tamam temën që dhunën ta shprehë nëpërmjet artit edhe ta sjell këtu shumë në kohë. Filmi me metrazh të shkurtër, Më fal, u shfaq premier në Pogradec dhe do të vijojë rrugëtimi në disa qytete të vendit me mesazhin e vetëm që një grua mund t'ia dalë.